Zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian si dhe shtrimi i retorikës nacionaliste janë tre çështjet kryesore për të cilat ministri i jashtëm gjerman, Guido Westerwelle, ka zhvilluar bisedime me zyrtarët më të lartë të shtetit shqiptar në Tiranë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun Edmond Panariti, kreu i diplomacisë gjermane vuri theksin pikërisht në zgjedhjet parlamentare të qershorit, duke i cilësuar thelbësore për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zoti Westerwelle ishte i drejt për drejt me klasën politike në vend, kur kërkoi dialog konstruktiv mes tyre në të mirë të procesit zgjedhor, por edhe të vendit. Europäische Perspektive Albaniens. Ekziston një konsensus brenda shoqërisë shqiptare për integrimin dhe ky konsensus duhet të gjejë shprehje edhe në qëndrimin e forcave politike në Shqipëri. Liria e paqes dhe e mirëqenies bazohet te demokracia, pavarësia e pushtetit gjyqësor, por mbi të gjitha është zgjidhja e mosmarrveshjeve përmes dialogut dhe jo polemikave të ashpra. Është me rëndësi që zgjedhjet që do të zhvillohen të jenë të suksesshme dhe mbi bazën e parimeve europiane. Ministri i jashtëm gjerman theksoi se Shqipëria duhet të plotësojë kriteret për të ecur përpara në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Qëndrimi evropian është në armoni të plotë me qëndrimin e vendeve të tjera, lidhur me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne duam perspektivën europiane të Shqipërisë, por ky hap varet nga plotësimi i kritereve. Për këtë arsye duhet theksoj se është e rëndësishme miratimi i tre ligjeve në kuvent, por edhe zbatimi i tyre në praktikë. Në këtë çështje jemi shumë serioz, për sa i përket Gjermanisë nuk do të ketë as lëshime dhe as shtrëngime artificiale. Unë fola për konsensus politik në Shqipëri, ndaj kërkoj që edhe forcat politike duhet të jenë të njëjtën linjë me ne. Lidhur me shtimin e retorikës nacionaliste në Shqipëri, zoti Westerwelle kërkoi që të tregohet kujdes, ndërsa tha se nuk mund të ketë ndryshim kufish në Ballkan, por as edhe në Europë. Nga ana e tij, kreu i diplomacisë shqiptare theksoi se Shqipëria jo vetëm që nuk kërkon ndryshim kufish në rajon, por do të vijojë të luajë rolin e saj konstruktiv në të mirë të paqes dhe stabilitetit. Emocionet dhe ndjenjat nacionaliste duhet trajtohen me shumë kujdes, sidomos në periudha elektorale. Qëllimi i përbashkët duhet të jetë që të gjitha shtetet e rajonit të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të gjithë qytetarët të lëvizin lirisht. Për ne ndryshimet e kufive nuk do të lejohen në Ballkan. Kufit në Europë as nuk mund të hiqen dhe as më njanohen, por thjesht mund të zhleftësohen. Shqipëria do të vazhdojë të luajë si më parë rolin që ka patur në Ballkan, si promovuese e stabilitetit, e paqes dhe e prosperitetit në rajon. Shqipëria as nuk ka patur, as ka dhe as nuk do të ketë pretendime territoriale ndaj fëmijëve të saj. Partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë kanë intensifikuar shqetësimin e tyre lidhur me shtimin e retorikës nacionaliste në vend, duke kërkuar nga Shqipëria që të vijojë të luajë rolin e saj konstruktiv në rajon.